Ne folëm me komisionerën dhe për të shkuarën, e cila ne na ka mësuar në mënyrën më brutale që pse rruga e vetme e jona është rruga e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicios të përfundimit negociatave brenda 2027-s dhe ambicia ime, ambicia jon është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Europës të hynë nga ai koridori me atë konstelacionin e yjeve, edhe jo nga ai koridori tjetër ku shkruan të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme për ne se na iku jeta tek të tjerët me shekuj. Dhe e fundit, sepse sot ka rëndësi se çfarë do thoni ju, jo çfarë them unë, është që Parlamenti i Shqipërisë ka ndryezë sot marrëveshjet financiare për planin e rritjes, që i hapin rrugë edhe fillimit të financimit të fondeve që janë rreth 1 miliard euro të dedikuara për Shqipërinë. Kështu që e dashur Marta, ne duam lekët tona.